Universiteti i Vlorës Ismail Qemali ka aplikuar për të përfituar disa programe studimi profesionale me një kohë zgjatje 2 vjeçare. Gjithçka për t'u ardhur në ndihmë maturantëve të cilët nuk kanë mesatare për të ndjekur programin e plotë të studimit në shkollën e lartë. Kështu shprehet për televizionin 6+1 Vlora, rektori i Universitetit të Vlorës, profesore doktore Aurela Saliaj. Për këtë vit të ri akademik neve kemi aplikuar dhe shpresojmë të fillojmë një numër shumë të madh programeve profesionale, diploma profesionale të nivelit 2 vjeçar, të cilët ofrohen specifikisht për studentët të cilët nuk arrin të kalojnë pragun e mesatares së gjimnazit për t'u regjistruar në universitet. Domethënë duhet ma kapim një mesatare minimumi 6.5 ose edhe 7.5 në programet e mësuesisë për shembull, për të fituar të drejtën e studimeve në programet bachelor. Të gjithë këta studentë, po edhe ata me mesatare më të lartë, nëse do duan të marrin një profesion, të bëjnë asistent dentar për shembull, që është 2 vjeçar, programe jo inxhinier mekanik, por një teknik për rregullim automjetesh, të gjithë këta kanë mundësi të marrin profesionin, kanë mundësi të marrin diplomën universitare për të punuar në profesionet e ndryshme dhe për të pasur një nivel më të lartë kualifikimi, se sa do ta kishin nëse nuk do ndiqnin fare programe universitare. Kështu që jeni të mirëpritur edhe ju student që mase nuk keni shkëlqyer në studimet e shkollës së mesme, por që ne u ofrojmë mundësi që të ngrini një jetë profesionale dinjitoze. Po ku do të jenë drejtimet e programeve profesionale 2 vjeçare? Rektoria Saliaj konfirmon se do të shpërndahen në disa drejtime si turizëm, navigacion apo edhe në shëndetësi. Programet e reja profesionale, këto diplomat profesionale 2 vjeçare, janë në disa drejtime. Për shembull si teknik i lartë i mjeteve dentare, operator turistik që të ketë mundësinë me tregun që po zhvillohet në fushën e turizmit, të kenë mundësi sadopak me sadopak shkollim të marri licencat e operatorit turistik dhe të kenë mundësi që të investohen në industrinë e turizmit. Specialist për shërbime dhe operacione detare dhe bregdetare që ka të bëjë me navigacionin. Shumë shpejt në Vlorë do rijetëzohet porti konstruksionit të mjeteve detare dhe në mënyrë preferenciale do të merren studentët e programeve të inxhinierisë navale për shembull. Ne ka kërkuar Ministria e Mbrojtjes do bëjë një kontratë pune me këta studentë që sapo të mbarojnë studimet tek ne të fillojnë të punojnë në konstruksion. Por atje nuk do ketë nevojë vetëm për inxhiniera. U thash edhe një ka edhe janë edhe këto diplomat profesionale teknikët, diploma teknike që neve jemi duke ofruar. Fakulteti i Shëndetit pastaj ka kërkuar këtë vit 3 diploma profesionale për të dhënë mundësi një shërbim i bazë, mase jo shumë të kualifikuar, infermieror, por ama të ketë mundësi që të moshuarit, fëmijët, në klinika dentare të arrin të marrin një shërbim profesional. Bazë në të cilit mund të përfshihen pikërisht këta studentë që nuk kanë arritur rezultate mbi mesataren 6.5-7 në gjimnaz. Rektoria Aurela Saliaj thekson se Universiteti i Vlorës është një mundësi shumë e mirë studimi për maturantët e këtij viti, edhe në drejtim të bazës materiale dhe laboratorëve bashkëkohor, por edhe praktikave mësimore. Ne ofrojmë kushte të shkëlqyera. Kemi laboratore didaktik shumë të investuar nga fondet e universitetit, nga fondet e Ministrisë së Arsimit nëpërmjet projekteve të Akshit, por kemi shumë laboratore të investuara nga projekte europiane, nga projektet e vendeve të BE-s, laborator, simulator, kabinete mësimi online, që janë jashtëzakonisht shumë cilësore dhe kanë ngritur shumë në përgjithësi cilësinë e zhvillimit të aktiviteteve në Universitetin e Vlorës. Unë doja të rriqja vëmendjen në aspektin e praktikës mësimore. Koncepti si zhvillohet, si organizohet kurrikula jon, nuk është që mbaron mësimin kur vjen këtu mëson, merr diplomën dhe pastaj shikon se çfarë është vendi punës. Studentët tanë që në vitin e parë, po sidomos në vitin e dytë dhe të tretë, janë të tërë të përhapur nëpër institucione. Në Spitalin e Vlorës e din shumë mirë që tërkohës ka qenë populluar me student, bankat gjithashtu kërkojnë tërkohës student, kemi çuar tërkohës student në për shkolla që studentët bëjnë praktikën në institucionet e OSHE-s, këto institucionet marrin që ku bëhet praktika e inxhinierëve mekanikët dhe elektrik, me fjalë të tjera, studentët fillojnë dhe provojnë tregun e punës, e ndjejnë domethënë ti je profesionist që në bankat e shkollës dhe pasi marrin diplomën tek ne dhe vënë dhe prezantojnë në vendin e punës, nuk habiten
që ç'është kjo punë apo nga kapet puna, sepse nuk e kam për herë të parë. Një pjesë të specialistëve që punojnë për gjithë këto institucione, ne i kemi të angazhuar si pedagog të jashtëm për zhvillim për monitorimin e praktikave të studentëve. Kështu që ajo shkrirja midis mësimdhënies teorike në auditore dhe mësimit në praktik e kemi shumë organike, jemi investuar shumë dhe absolutisht është një ndihmë shumë e madhe për studentët.